shpesher, familjet kanë lëshuar shumë nga autoriteti edukues. Dhe ndonjëherë familjet në ato thonë za frikën se po tregojnë të ngurta, se s'po tregojnë bashkohore, tolerojnë më shumë se ç'duhet, edhe fëmijët nuk ndjejnë, domethënë, kufi në sjelljen e tyre. Ka të tjera familje të cilat nuk kërkojnë ndihmë, e din shumë mirë që kanë një fëmijë antisocial, e din mjaft mirë që kanë një fëmijë me sjellje të rrezikshme dhe sërish nuk kërkojnë ndihmë. Prandaj mendoj që çështja e të miturve dhe adoleshentëve është tejet më komplekse se sa një segment i vetëm. Prindrit në përgjithësi, domethënë, e kuptojnë kur tek fëmia diçka nuk shkon. Pra ndryshimi i rutinës së fëmijës se vë prindin të mendohet se diçka nuk shkon edhe ka ndodhur. Dhe kur merr këtë sinjal, prindi duhet fillojë të reagojë. Shumica e prindërve nuk janë në shtëpi me orë të tëra, edhe kur fëmia, domethënë, ka nevojë për pranin e tij, prindi nuk është aty. Kjo për 1001 arsye, por një problem e krijon sepse vëmendja prindërore duhet të jetë vazhdimisht e pranishme dhe që ti të riparosh në moment diçka që me fëmijën tënd ka nisur të instalohet si problem.